Shumë e drejtë. Çështja e insineratorit të Tiranës është një çështje të cilën e bllokoi Altin Troplini. Plotësisht. Dhe ju si gazetar u takon t'ju thoni qytetarëve të vërtetën. Pse? Pse? Sepse për insineratorin e Tiranës nga zyrtarët e lartë i vetmi i akuzuar është ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj, i cili për hir të zvërtetës me shkrim e ka refuzuar 5 herë. 5 herë. Insineratorin e Tiranës. 5 herë. Dhe kur kishte dosjen Altin Troplini, e gjeti të drejtë të lëshoj urdhër arresti për njeriu që për këtë çështje meriton të lavdrim. Mund të kishte 10 afera tjera dhe unë s'kam asnjë, unë jam njeriu që ju dini qëllimet e mia, po. Por lëshoi urdhër arresti ndaj tij. Dhe nuk mori asnjëherë në pyetje Erion Velin, as dhe Edi Ramën. Ashtu kështu. Tani, çfarë ka ndodhur mrapa? Ke drejti. Prokurori tjetër, Preçi, Dritan Preçi, mos gaboj po, edhe ky u mor me dosjen e insineratorit dhe rastin konkret të midis tjerash për Erion Velin, në mos gaboj. Pse ky nuk shkoi me tutje? Sepse shefi i tij kishte në dorë, nuk kreu asnjë veprim, as ndaj Erionit, as ndaj Edi Ramës, përkundrazi, urdhroi arrestin e Arben Ahmetajt, bazuar në disa dokumenta të cilat një shpifës, gazetar shpifës, i faktur me dokumenta, u tha, sipas Arben Ahmetajt, i kishte marrë nga Linda Rama. Ashtu apo jo? Arben Ahmetaj publikisht tregoi edhe restorantin se ku ky shpifës profesionist kishte marrë biletat e udhëtimit, faturat e biletave të udhëtimit dhe të hotelit. Jemi kështu, dakord? Atëherë, për këtë dhe plakat që u gjetën të pagura nga zota apo vërtiri, se di se kush, në banjon e ish bashkëshortes së Arben Ahmetajt, ishin provat për të arrestuar për korrupsion ish zëvendës kryeministri. Kurse vendimi i qeverisë për t'i dhënë 8 pikë 8 muaj përpara se sa të shpallej fituesi, një kompanie që nuk kishte regjistruar në Shqipëri dhe për të cilën kryeministri Edi Rama ishte informuar nga ministrja Ermelina Felo, për të cilën Edi Rama ishte njoftuar nga ministri Ylli Manjani, se kjo çështje nuk bëhet, nuk i takon Këshillit Ministra, nuk është tagri i Këshillit Ministrave. Ja dha me datën 7 dhjetor
kompanisë e cila u regjistruat të nesërmen pasi Edi Rama e shpalli fituese. A mundet kush përveç Altin Troplinit të mos ketë përgjegjësi ligjore, të mos përcaktoj përgjegjësi ligjore në këtë rast? Asnjëri. Asnjëri. Dhe mbi këtë bazë, prokurori Preçi i tha cop si Troplinit se nuk mund të trajtoja në rast në Veliajt insineratorin sepse ishte Edi Rama. Po, dhe ti nuk e trajtove. Pra, kemi të bëjmë me një lloj situate natyrisht ekstraligjore, mafioze, por është Altin Troplini, njeriu përgjegjës direkt për këtë, për moshetimin e Edi Ramës. Në qoftë se ata kanë një hierarki aty. Ju ndëgjuat që edhe këtë Ballukut, a i thoshte çdo 2 javë, prit, më në fund, a i vendosi pa prit dhe kjo u detyrua të akomodohet. Kjo është e vërteta. Qoftë se ka një njeri përgjegjës direkt për moshetimin e insineratorit të Tiranës, është ai që akuzoi Arben Ahmetin që Ahmetan që refuzoi 5 herë dhe nuk thirri një herë të pyes kryeministrin e vendit dhe Erion Velin apo Belinda Ballukun. Kjo, ja urdhë. Është e konfiskuar, është e sekuestruar kompania. Vazhdon t'i japin leje ndërtimi, fondet, fitoj tendra e tjerë me radhë. Pse? Se është Edi Ramës.